Vijon operacioni për izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit në sipërfaqet pyjore të Tërbunit, Gojanit, Gjeçanit dhe Prozhbit në territorin e Bashkisë Puk. Situata në Gjeçan paraqitet më e qetë dhe aktualisht nuk raportohet përparimi i vatrës zjarrit. Në Gojan të Madh gjatë natës janë evidentuar reaktivizimi i vatrave, por ndërhyrja e forcës zjarfikse ka bërë të mundur normalizimin e situatës. Në lagjen Pepa i zjarri nuk ka avancuar drejt banesave për të zonës izoluar. Gjatë ndërhyrjes intensive ditës së djeshme, zona vjen të mbahet në monitorim nga forcat vendore. Vatra me problematike paraqitet në Gojan të vogël, ku vijone aktive duke u përhapur në zbritje në drejtim të zonës së banuar, jo në afërsi kritike deri në këtë momente. Në këtë vatër është përqendruar ndërhyrje nga ajër me 2 helikopter e koordinuar me operacionin nga toka të efektit të forcave armatosura dhe forca operacionale vendore. Ndërkohë në Prozhm raportohet avancimi i vatrës së zjarrit. Prej ditës djeshme dislokuar 2 mjete zjarfikse për mbrojtjen e qytetarëve dhe banesave dhe ndërhyrjen e menjëhershme në rast të afrimit të flakëve në zonë banuar. Ndërhyrja koordinohet sipas dinamikës nga ajri dhe nga toka. Nga ana tjetër administratori apostolik i dioqesë Sapës, Ad Mariano Tarantino, përcjell një mesazh për zjarret në emër të kishës. Si kishë katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante krijuar në disa zona të qeverisë. Si dioqezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre ditëve, po përpin e po djeg çdo gjë. Me shumë trishtime e keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë dioqezës sonë atyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë dhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë. Padre Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rrinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është se pari një bekim për të gjithë ata që në këtë ditë janë angazhuar maksimalisht për ta shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin, me sa duket lajmit të fundit thonë që situata është nën kontroll, fal mundit të tyre. Ky falënderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyrës që Zoti na ka falë. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë. Në të gjithë zonën Gojan, Gjeçan, Tërbuni janë angazhuar aktualisht 9 mjete zjarfikse dhe 45 efektiv të repartit zjarfikse nga Puka, Fusharzi, Kamza, Kuksi, Hasi dhe Shkodra.